Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Reduktimet energjisë elektrike kanë filluar sërish në tërë vendin pavarësisht njoftimit të para një jave të operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike për normalizim dhe stabilizim të gjendjes në sistemin elektroenergetik. Kjo operator ka thënë se po përballet me vështirësi të mëdha si pasojë e devijimeve në rrjetin interkonektiv evropian, teksa kërkesa reale për konsum të kalon atë nominale. Kosova po shpenzon më shumë energji se sa që ka lajmëruar në rrjetin evropian. Prandaj kërkesa nga KESCO për rritjen e borxhit të keq në rreth 5% është e papranueshme për ZRE-n. Vendi ynë po përballet me reduktime të energjisë elektrike, situatë kjo që po ndikon drejt për drejt në përditshmërinë e qytetarëve. Kjo situatë po krijon vështirësi në familje, biznese dhe institucione, ndërsa qytetarët shprehen të shqetësuar për pasigurinë në furnizim. Sigur përpara që unë me 5-6 orë, 10 orë. Nalet 30 minuta, shohet, vjen. Malë që është problem pak. Se është nxemja, është tash dimën është. Kur nuk ka rrim, nuk funksionon as interneti, as kurrë, edhe kështu që është një dëm i papërshkrueshëm. Sipas korporatës energjetike të transmetimit dhe tregut Kost, gjendja në sistem është përkeqësuar për shkak të devijimeve të mëdha nëpërmjet energjisë nominuar dhe kërkesës reale. Në një njoftim publik, Kost ka bërë të ditur se po përballet me vështirësi të jashtëzakonshme në balancimin e sistemit në kohë reale. Kost po përballet me vështirësi të jashtëzakonshme në balancimin e sistemit në kohë reale, si pasojë e devijimeve të mëdha ndërmjet energjisë nominuar dhe kërkesës reale. Sot KESCO ka nominuar rreth 26.17% më pak energji se sa kërkesa reale, duke çuar zonën e kontrollit Kost në jo balanca mesatare prej 211 MW për orë, ndërsa në disa orë këto jo balanca të kalojnë 260 MW për orë. Kjo situatë është e papranueshme dhe cënon stabilitetin e sistemit elektroenergjetik. Reagim pati dhe nga KESCO e ata kanë njoftuar konsumatorët dhe opinionin publik se sistemi elektroenergjetik aktualisht po operon në kushte të vështira dimrore. Sipas kompanisë, temperaturat e ulta dhe përdorimi i shtuar i energjisë elektrike për ngrohje kanë ndikuar në rritje të theksuar të konsumit në të gjithë vendin. Temperaturat e ulta dhe përdorimi i shtuar i energjisë elektrike për ngrohje kanë ndikuar në rritje të theksuar të konsumit. Në periudhat kur prodhimi vendor mbetet i ulët, nevoja për import të energjisë elektrike rrit të ndjeshëm. Megjithatë, mundësitë për sigurimin e energjisë nga importi janë të kufizuara për shkak të kushteve teknike të sistemit elektroenergjetik, në të cilin operon Kosova, duke bërë të vështirë mbulimin e plotë të kërkesës në çdo moment. Në anën tjetër, zyra rregullatorit për energji ZRE ka dalë me një sqarim publik lidhur me trajtimin e borxhit të keq në procesin tarifor. Sipas ZRE-s, borxhi i keq është një element i rregulluar qartë në rregullat tarifore dhe zbatohet prej vitesh. Zyra e rregullatorit për energji me qëllim të informimit të saktë të publikut sqaron kuptimin dhe zbatimin e borxhit të keq në kuadër të sistemit tarifor. Borxhi i keq është një element i rregulluar qartë në rregullorën për vendosjen e të hyrave të furnizuesit me shërbimin universal dhe zbatohet prej vitesh në të gjitha proceset tarifore, për të siguruar që tarifat reflektojnë koste reale dhe të verifikuara, si dhe të mbrojnë konsumatorët që paguajnë rregullisht. Borxhi i keq konsiderohet vetëm ajo pjesë e detyrimit financiar, që edhe pas ndjekjes së të gjitha procedurave ligjore dhe pas shërimit të të gjithë mekanizmave ligjor të arkëtimit, mbetet realisht i pa arkëtueshëm. Ekspertja e energjisë Janina Emeri thekson se situata aktuale është në afërsi kolapsi. Sipas saj, mungesa e balancimit të duhur mes prodhimit, konsumit dhe nominimeve, si dhe varësia nga importet e shtrenjta, po e bën një sistem të brisht dhe të ndjeshëm ndaj çdo devijimi të vogël. Situata momentale që disa javë tani më është në kolaps energjetik dhe po shpresojmë që mos mëron kolaps total dhe më nal rrymë edhe në vende më shumë se sa që është nal këtë ditë. Nuk ka taman emitim ose nominim direkt që përkon me importin e energjisë elektrike. Pra, sa po na vjen neve energji elektrike edhe sa po importohet nuk përkojnë këto, pra ata edhe po bim në reduktime. Ndërkohë, institucionet u bëjnë thirrje qytetarëve për përdorim racional të energjisë elektrike në mënyrë që të ulet ngarkesa në sistem dhe të shmangin reduktime të reja. Në një kohë kur prodhimi vendor nuk po mjafton dhe importet janë të shtrenjta, kursimi i energjisë shihet si një nga masat kryesore për tejkalimin e kësaj situate.
Në qendrën e numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar numërimi flet votimeve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, për të cilat KQZ ka marrë vendim që të rinumrohen në krejt Kosovën. Rinumërimi po nxjerr në pa abuzim me vota të kandidatëve për deputet edhe në vetëvendosje. Lëvizje në votat e kandidatëve të vetëvendosjes janë vërejtur pas rinumërimit të 11 vend votimeve nga 110 sa janë gjithsejt në Podujev. Në veç 11 kuti të rinumruara deri më tani, EJUP Maqedoncit janë në hequr 288 vota. Vende si lahun nga kjo parti po ashtu del me minus 226 vota, pasuar nga Adelina Stubla me 174 vota më pak e Drita Pajaziti me minus 65 vota. Analistët e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të sistemit të drejtësisë shprehin shqetësim se për shkak të manipulimit të votave do të zvaritët formimi i institucioneve të reja. Sipas ambasadorit të karrierës Albert Prenkaj, ish kryetarit të gjykatës së apelit Hasan Shala dhe ish diplomatit të Lutfi Bilali, manipulimet me vota po krijojnë imazh të keq në arenën ndërkombëtare. Ndjekim tekste të shkëputura nga emisioni Horizonti Mesditës në Radio Televizionin 21. Si e ke parë këtë trend të manipulimit e votave deri me tani? Ka nisë prokuroria hetimet, sipas juve është me vonesë apo është në kohën e duhur? Jo, mendoj që prokuroria në kohën e duhur, momentin si ju është hap lajme për këto çështje, ajo ka iniciuar procedurën hetimore, po ashtu me institucione tjera për kacet, cilat janë të detyruar që të bëjnë këto hetime. Mirë, po unë konsideroj se mu personalisht nuk ka qenë befasi kjo, për shkak se kam qenë 2 mandate në PZAP dhe se kemi pas vrejtje ko pas kohë të individëve, se kjo është dukuni dhe se gjithmonë mbrana partisë është vjedh vota dhe jenë përcaktu ku i mi dhona e votë. Ju ka marrë një personi, ju ka dhonë tjetër, dhe shu që janë rritë ata që kanë qenë grupit nga të ofër udhëheqësisë, as me thonë kryetarit të aty në bazë kodit penal të Kosovës, në 216, e përcakton dënimin kush falsifikon votat, parashit dënimi 3 deri 5 vjet. Ky aktualitet i manipulimit të votave depërton edhe në arenën ndërkombëtare si imazh i keq përveç zvarritjes në formimin e institucioneve? Patjetër. Ne kemi pas plot gojën që jemi vendi i cili organizon votat në mënyrën më demokratike, pra procesi demokratik më i miri i cili zhvillohet në rajonin tonë. Mirë po del se e tërë ajo zhurmë, tash ta që i kësisoj, pas ka qenë e pavërtet me qenë se vota e qytetarit, vota e lirë e qytetarit tjetërsohet. Pra tjetërsimi i votës humbë kredibilitetin dhe integritetin e procesit së zgjedhor, humbë integritetin e votës si të tillë, dhe unë që tash kam për shembull reagime nga kolegë ndërkombëtar të cilëve ju intereson se çfarë po ndodh. Pra, kjo ndikon në imazhin tonë, gjithsesi është një investim i madh edhe vendor edhe ndërkombëtar në ndërtimin e institucioneve, në zhvillimin e demokracisë dhe tash na del në pa përmbysja e të gjitha atyre investimeve. Sa e mban Kosova gjithë këtë peshë? Është rast për studim, do kush edhe jashtë mund bëj punime shkencore, sepse forma tillë na jem krenue që bëjmë zgjedhje nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Ballkani kryesisht tash këto epitete ndarja Perëndim lindje jo ke Ballkani, po këtu 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, ndoshta Kosova në një farë mënyrë jem krenue, por nuk e kem ditë çka ka brenda. Se tash unë besoj retroaktivisht në aspektin kur ndalohet një krim o një kontraband. Të gjermanët e kanë shprehi që retroaktivisht mirët që ti ke vepru edhe ma eret. Tash të ne është problemi që edhe zgjedhjet lokale, më duket që është një problematik jashtëzakonisht e rëndë. Po është sferë tjetër se juristat më mirë këtë problematik mos e di që është shumë problem me bërë reformë zgjedhore. Në 10 që kemi qitë një nish. Shumë problem, ata du të shku tani në Bugari, ose në Greqi, ose në Shqipëri, komisionet me përpunu ligjet, shumë rënë është, infrastrukturë e gjonë, në thujza, po do. Por kjo problematik tjetër që
nuk dëshirojnë të jesin kështu sepse dihet, ne kemi problem strukturor të partitë politike, të gjitha. Në farë mënyrë njëri ndinë krenar më specialist. Kryeministri në detyrë Albin Kurti është ftuar për të marrë pjesë në panelin e diskutimit me temë Besimi, Leadershipi dhe Amerika 250 në shtëpinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Davos të Zvicrës. Në përgjigjet ndaj pyetjeve të adresuara në kuadër të panelit, Kurti shprehu se besimi shërben si shtyll e shërbimit dhe unitetit në etapat të ndryshme shoqërore dhe shtetërore. Bëhet e ditur se ky panel është pjesë e iniciativës së lancuar nga Forumi Ekonomik Botror i quajtur Komuniteti i Besimit në Veprim, i cili synon të reflektojnë mbi mënyrën se si udhëheqës anë këndë botës mund të ndërtojnë partneritete inovative mbi mjedisin, ekonominë dhe teknologjinë, duke shqyrtuar mënyrat se si liderët mund të përshpejtojnë bashkëpunimin në aktualitetin shoqëror. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës, avokati Azdren Bytyqi dorëzoi kallëzim penal ndaj Belisar Jezercit, antar i Lëvizja e Deçanit, duke akuzuar atë për thirrje të vazhdueshme për shfarosje dhe spastrim etnik ndaj muslimanëve shqiptar. Bytyqi kërkoi që Prokuroria Speciale të ngërrejë akt akuz për grupin Lëvizja e Deçanit dhe paraburgim për Belisar Jezercin. Mirë po veçanërisht me qëndrimin e tij publik në rrjetin e tij social në Facebook, me statusin e fundit ku bën thirrje për shfarosjen përkatësisht spastrimin etnik të gjithë muslimanëve shqiptar nga territoret e Dardanisë, ashtu siç i thot ai. Kjo është një akt i paprecedent, një çmenduri e cila i ka kaluar nivelet e lirisë shprehjes dhe e cila në një shoqëri të tillë që me kushtetut do duhet që liria e shprehjes, përcaktohet që liria e shprehjes kufizohet në raste që ajo bie ndesh me sigurinë publike dhe interesin publik, ky zotëri ka vepruar kësaj duke nxitur dhe duke bërë thirrje masive për largimin e popullatës muslimane shqiptare nga territoret e Iliridës. Ky kallëzim penal është shembull dhe model që ne nuk do ndalemi dhe jo vetëm ndaj këtij, po dhe në gjithë atyre provokatorëve tjerë të Serbisë që janë pjesë e lëvizjes për rikthim përkatësisht lëvizjes Deçanit, të cilët në vazhdimsi tentojnë që të provokojnë dhe nxisin urrëtie dhe përçarje ndërfetare dhe ndëretnike në mesin e shqiptarëve. Për shkaqe procedurale ka dështuar të mbahet seanca e shqyrtimit fillestar kundër Svetko Kostić, i cili akuzohet për dhunim seksual gjatë luftës. Kjo ndodh për shkak se nuk është lëshuar flet rreshtimin ndërkombëtar për arrestimin e të akuzuarit. Seanca e radhës do të mbahet pas konfirmimit të Ministrisë së Drejtësisë se ka publikuar flet rreshtimin ndërkombëtar për të pandehurin. Kostić akuzohet në mungesë në pamundësi të sigurohet prania e tij gjatë procesit gjyqësor. Rasti i dhunimit ka ndodhur në komunën e Vushtrisë, ndërsa Kostić atë kohë ka qenë pjesëtar i forcave policore të Serbisë. Deri më tani janë ngritur 12 akuza për dhunim seksual gjatë luftës, në mesin e tyre 7 janë në mungesë. Gjykata Supreme ka dhënë detaje shtesë lidhur me procedurat e lajmërimit, suspendimit nga pagesa dhe kthimit të mjeteve në rast të keqpërdorimit të pensioneve. Me anë të një njoftimi, Supremja njofton se ka kryer plotësisht pjesën e saj të përgjegjësisë, ndërsa përgjegjësia për zbatimin e këtij aktgjykimi bie mbi institucionet ekzekutive dhe jo mbi gjykatat. Gjykata Supreme nuk ka kompetencë ligjore për të monitoruar apo mbikëqyrur zbatimin e vendimeve gjyqësore nga institucionet e tjera. Vendimet gjyqësore janë të detyrueshme për zbatim dhe çdo mos respektimi tyre përbën shkelje të parimit të sundimit të ligjit. Akt gjykimi dhe njoftimi përkatës janë publikuar edhe në web faqen zyrtare të Gjykatës Supreme, thuhet në njoftim.
Konspiracionisti Arjanit Slamniku është intervistuar nga policia e Kosovës lidhur me pretendimet e tij se shëron autizmin te fëmijët, ndonse nuk është mjek. I njëjti dyshohet se u ka dhënë fëmijëve barna që janë të destinuara për kafsh. Bëhet e ditur se Slamniku ka marrë nga 1.500 deri në 4.000 euro për premtime të rreme që fëmijët me autizëm do t'i shërojë. Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë shpreh shqetësim të thellë lidhur me raportimet e publikuara nga media për rastin në Gjilan, ku një individ dyshohet se ka ofruar trajtime për autizëm përfshirë përdorimin e substancave të destinuara për kafsh, duke paraqitur ato si terapi shëruese për fëmijë. Ky rast nuk duhet trajtuar vetëm si një incident i izoluar apo si përgjegjësi individuale penale, por si një fenomen alarmant që nxjerr në pa dështime serioze sistematike në mbrojtjen e pacientëve, veçanërisht të fëmijëve dhe familjeve në situata të ndjeshme emocionale dhe sociale. Vepra fituese e konkursit të dramës origjinale shqipe, Katarina Josipi, e titulluar Gërdia nga regjisorja Astrid Kabashi, u inskenua premier në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Drama sjell një histori të thellë emocionale dhe psikologjike, e cila shpalos plagët e shoqërisë sonë, duke trajtuar turpin e brendësuar, bestytnit, tabut dhe traumat. Drama Gërdia me regji nga Astrid Kabashi pati premierën e saj në Teatrin Kombëtar të Kosovës, duke shënuar njëkohësisht edhe fillimin e programit artistik të vitit 2026 për këtë institucion. Vepra fituese e konkursit të dramës origjinale shqipe Katarina Josipi në qendër ka Lekën, një personazh që kalon një udhtim të thellë psikologjik deri në shpërthimin e tij emocional. Sipas regjisorit Astrid Kabashi, drama i është dedikuar nënës së tij të ndjerë. Kjo drama kam fillu me shkru para vitit 2023, kam fillu dikun para Covidit, dikun 2018. Në atë vit më ka vdekë dhe nana jame, kështu që këtë dramë këndash me dedikua saj. Aktori Bujar Ahmeti tha se roli i Lekës ka qenë sfidues për shkak të ngarkesës emocionale që personazhi fsheh. Si çdo rol është shumë i vështirë, kjo ka qenë hala më e vështirë për shkak që duhet me fsheh problemin, nuk duhesh me tregu, sidomos skenën e dytë në gruën e vet, mundohet me te kalu sikur nuk ka çajt, kjo është vazhdimisht shumë i çajt. Është teatri profesori Astrid, regjisori Kabashi, është referuar sikur kjo shfaqje do të përngjan njerëzve, sepse njerëzit mandej vinë teatr patjetër me pa. E për aktorën Majlinda Kosumovic, roli ka qenë më i lehtë, pasi regjizori ishte njëkohësisht edhe autori i dramës. Na, në fakt, kur kemi fillu direkt në skenë, se për shkak që na kishim regjisorin edhe autor, ai e di sakt çka është u dash, pse secili personazh, kështu që na ka thënë pak a shumë çish i ka pa kur i ka shkruajt, pasi gati ka shkruajt. Dhe mënoj që qaj u konë pak ma letë. E dinë se sa kur e bën një vepër dikuj tjetër, e nashta nuk është që janë nxjerrë krejt komplet thelbin, po kur e ki autorin edhe regjisorin e njëjtë, mënoj që qajo ka qenë një përparësi për punën edhe për procesin, progresin që kemi pas, e direkt kemi dalë në skenë. Sipas regjisorit Agim Selimi, ndërtimi i teatrit kombëtar duhet të mbështetet në dramën kombëtare, ndërsa kjo vepër sipas tij arrin të komunikojë qartë me publikun. Mendoj që teatri kombëtar duhet të ndërtohet mbi dramën kombëtare. Ky është një shembull shumë i mirë se si drama komunikon me publikun. Gërdia është një dramë psikologjike që trajton turpin e brendësuar, bestytnit, tabut dhe traumat e shoqërisë sonë, ndërsa titulli i saj vjen nga ideja e përsëritjes së pandërprerë të gjërave që me kohë bëhen të padurueshme e që të gërdisin. Me një qasje skenike të veçantë, kjo dramë trajton një tematik aktuale, duke reflektuar plagët e brendshme të shoqërisë sonë.
Informacionet më të reja në çdo kohë gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.